është me juve për të raportuar se cilat janë trejat e fundit që vinë nga atjet, na prezentosh pak me vendin, me pamin, a është kjo objekti mbrapa jush, i ashtu quajtur klubi i natës në cilin ishin duke festuar të rinjt Maqedonas? Po, pikërisht vendi prej ku po lajmërohemi tani, prapanesh është objekti i cili shërbente si diskotek deri të dielën në mëngjes dhe ku përpasoj pra i zjarrit që ranë të humbën jetën 59 persona, kryesisht të moshës rinore nga 17 deri 24 vjeç, të cilët ishin duke argëtuar apo duke festuar në këtë objekt prapanesh, i cili deri dikur shërbente si magazin qilimash, mirë po njëjti ishte kthyer në diskotek viteve të fundit. Pavarësisht që akoma licencimi i saj mbetet në pikpyetje, meqense ka pasur pretendime që i njëjti pra është licenca i është vazhduar në vitin 2024 në mënyrë të jashtëligjshme. Në vendin ku po raportojmë tani, gjatë ditës së djeshme ka qenë e pamundur që të vijmë, qenë se ka pasur numër të madh të policisë dhe hetuesve të cilët gjatë gjithë ditës kanë qenë në vend të ngjarjes, mirë po sot pra siç mund të shihni edhe në pamjet e operatorit Valon Berisha, kjo është gjendja e cila ka mbetur pas zjarrit i cili ra rreth orës 3 të mëngjesit së dielës së 16 marsit, kur në skemë pra po performonin rap grupi i njohur si DNK, dhe në mesin e viktimave janë edhe 4 anëtar të këtij bendi. Gjithçka dyshohet se ka nisur kur gjatë performancës së tyre ishin ndezur fishek zjarret në skenë, gjë që ndodh rëndom nëpër ngjarje të tilla, dhe të njëjtat pra fillimisht kanë ndezur pëlhurat që ishin mbuluar tavani i kësaj godine dhe më pas në pak sekonda zjarri është shpërndar në mënyrë të pakontrolluar, pavarësisht që edhe në videot të cilat kanë qarkulluar në rrjetet sociale shihen punonësit e saj të cilët mundoheshin që të fiknin me një aparat flakët që kishin përpi këtë objekt, mirë po nuk ja kishin dalë dhe përpasoj pra kishte pasur edhe një numër kaq të madh të viktimave. Fillimisht ata të cilët kanë arritur që të dalin dhe janë transportuar për në spitalin e Koçanit, i cili është pra në këtë qytet, ndërkaq të tjerët janë transferuar edhe për në spitalin e Shtipit dhe të Shkupit. Sipas drejtoreshës së këtij spitali, 70 persona janë transferuar fillimisht në spitalin e Koçanit dhe 35 nga ata janë dërguar të vdekur, meqense sipas saj shumica prej tyre kanë ndruar jetën nga flakët, me pas edhe nga thithja e monoksidit të karbonit, mirë po nuk hidhen poshtë edhe pretendimet që gjatë tentimit për dalë jashtë nga dyntja njerëzve ka pasur edhe të tillë të cilët janë shkelur pra nga masa. Dera që po shihet tani në pamje është dera e dytë apo dera VIP siç është njohur në këtë lokal, dhe në cilën pra kanë hyrë dhe kanë dalur zakonisht ata të cilët kanë performuar në këtë rast edhe solistët të cilët kanë qenë atë natë, mirë po edhe të tjerët, derisa hyrja kryesore është në anën tjetër për vizitorët dhe për ata të cilët vinë dhe kanë frekuentuar këtë klub. Derisa gjatë gjithë ditës së djeshme ka pasur hetues të cilët kanë mbledhur, pra siç thash edhe më herët, provat dhe ato se çfarë janë gjetur për të zbardhur dhe për të nxjerr aktorët para drejtësisë. Një gjë të tillë ka përmendur edhe kryeministri i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Hristian Mickoski, i cili ka thënë që nuk do të lënë gur pa lëvizur derisa drejtësia të vihet në vend, madje do të flitet edhe me emra të përveçshëm për ata që mbajnë përgjegjësi. Deri në këto momente kanë qenë 20 persona që është lëshuar urdhër arrest ndaj tyre në lidhje me këtë rast. 15 prej tyre janë ndaluar dhe intervistuar për 48 orë pra, dhe në mesin e tyre kanë qenë edhe ish zyrtar të Ministrisë së Ekonomisë, meqense të njëjtit dyshohet që gjatë vitit 2024, konkretisht pjesës së parë të vitit, në mënyrë jo ligjore ja kanë vazhduar licencën këtij klubi, derisa mbrëm vonë edhe prokurori i shtetit që ka për detyrë qarkun e Koçanit ka thënë që objekti në fjalë pas ekzaminimeve që janë bërë nuk i plotësonte kushtet që të shërbente si diskotekë, meqense i njëjti nuk ishte as sistem hidrant, por as aparatet të mjaftueshme për fikjen e zjarrit, dhe që sipas tij pra përgjegjësit duhet që
të dalin para drejtësisë. Ne gjatë ditës kemi qëndruar edhe në spitalet e Shtipit dhe të Shkupit, gjatë ditës së djeshme, dhe kemi parë në të dyja këto spitale, meqense në spitalin e Shtipit janë dërguar ata të cilët kanë qenë me lëndime më të lehta, meqense është më afër Koçanit rreth 30 kilometra, dhe ata që kanë pasur kryesisht lëndime dhe djegje të shkallës së parë dhe kanë marrë tretmana të disa prej tyre dhe janë liruar për në shtëpi, derisa rreth 80 të tjerë janë dërguar për në spitalin shtetëror Teq Shtatori në Shkup, por edhe spitalet e tjera rajonale që janë në Maqedoninë e Veriut, kryesisht ata me lëndime më të rënda, por edhe me djegje të shkallës së tretë, derisa 22 prej tyre janë dërguar tashmë në vendet fshinje për trajtim të më të djeshëm në klinikat të specializuara për djegje, siç janë në Turqi, Bullgari, Greqi, por edhe Serbi. Për 6 të tjerë janë duke u përgatitur dokumentacionin sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë, derisa në total pritet që jashtë vendit të dërgohen gjithsej 47 persona, të cilët kanë mësuar pra nga kjo tragjedi që ka prekur këtë qytet lindor të Maqedonisë së Veriut. Gjatë ditës së djeshme një vizitë për të lënduarit e ka pasur edhe presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Stilanovska, e cila ka thënë që humbja e një jete të riut është më e dhëmshme dhe tragjedi e LRM që 59 prej tyre pra nuk janë më në mesin e tyre dhe sigurisht që ka kërkuar edhe ajo drejtësi, derisa një konferencë që ka pasur pas dite edhe kryeministri Mickoski ka thënë që dita e 16 marsit pra ka qenë dita më e vështirë në jetën e tij, por që ka siguruar edhe familjarët, por edhe krejt ata të cilët kanë pjetuar kësaj tragjedie që do të kemë mbështetjen e shtetit dhe qeverisë që drejton që të dalin pra dhe të marrin përgjegjësinë atyre që ju takon. Gonxha. Flamur, të faleminderit shumë për gjitha këto informacione që i sollen në këtë mëngjes nga Koçani Direkt. Shpresoj të takomi përsëri gjatë ditës me informacione të reja. Mirishim pra miqdashur së bashku me kolegun ton Flamur Gajtani, po vazhdojmë bisedën këtu në studion e emisionit të mëngjesit, fillimisht për të komentuar me kryetarin e Odës Arkitektëve të Kosovës. E pa mendoqëm raportimin e kolegu tonë, sigurisht ishte e tresht kur ta mendojshë në atë objekt që duke i goxha i rënuar dhe i dëmtuar, të kenë qenë duke investuar mbi 500 të rinj, ku 59 prej tyre ndruan jetë. Në çka ju ngjason? Në një klub nate apo në çfarë ju ngjason juve ky vend? Fillimisht faleminderit për ftesën dhe kisha dashur me shpreh ngushtime familjeve domthonë të viktimave edhe të lënduarve domthonë t'ju uroj shërim sa më të shpejt. Po ndërtesa që mund me pa domthonë thjesht kjo nuk është një ndërtesë komplekse në kuadër të një kompleksi më të madh, është një ndërtesë e veçantë edhe si duket shumë qartë nuk i plotson kushtet për me qenë diskotekë. Unë mendoj që në aspektin teknik me vlerësu, unë mendoj që problemi në këtë fatkeqësi ka ndodhur për shkak se hapësira nuk është e kompletuar si një zonë e mbrojtur nga zjarri. Sepse mungojnë edhe daljet evakuuese, patjetër, mirë po objekti është një kat edhe evakuimi megjithatë ka shumë më ardh shpejt, po për shkak se nuk është si zonë. Çka do të kupton me qenë zonë? Siç po shive domthon kulmi është i rënuar nga zjarri. Edhe domthon viktimat kanë gjetur vdekjen kryesisht për shkak të zjarrit ka kaluar në kulm, edhe konstruksioni i kulmit ka mbi kokat e pjesëmarrësve aty dhe pamundësia me u largu në kohë të shpejt kanë gjetur vdekjen. Domthon nuk pashë ka dalje evakuuese nevojshme. Ishte një dalje vogël që e cilësonin VIP për personat që kanë hyrë për të performuar dhe kanë dalur. Një dalje shumë e vogël në fakt. E vogël edhe gjasante për VIP. Edhe dera e cila ishte instaluar aty nuk i plotson kushtet për me qenë derë për evakuim, për shkak se duhet me pas mekanizmin në anglisht thënë push bar, domethënë që del shumë lehtë
jo me kësjo mekanizme dhe me gjam, po du të më kanë rezistencë ndaj zjarit. Ndaj zjarit, po. Mirë, është bashkuar me ne dhe Drita Qapras, kriminologe, mirëmëngjes, faleminderit që je së bashku me ne. Besoj Drita e ke përcjell nga afër gjithë ngjarjen që ka ndodhur në Maqedoni të Veriut, si keni pa ju? Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën, ndeshta mi u shpreh mas pari ngushëllime edhe shërim të shpejtë atyre të lënduarve. Ka qenë një rast me të vërtetë tragjik, edhe unë e quaj si neglizhencë, sepse ashtu shihet në aspektin sigurisë edhe në aspektin kriminologjik. Besoj që mos të ndodhë më e njëjta në rajon edhe në Ballkan. Atëherë është janë disa gjëra që janë neglizhuar mas pari nëse marim, do me thonë, parasysh se qysh ka qenë konstrukti objektit, si që tha dhe arkitekti më herët, është me të vërtet të merus, dhe objekti ka qenë si një objekt që është ma leje për objekt afarist, jo për një biznes të tillë ku nuk është e parapane për me qenë atë shumë njerëz në një hapësirë të tillë. Disa gjëra të cilat mungojnë, spari është sistemi i alarmit të zjarrit, mos me pas një rrjet të hidranteve është me të vërtetë shumë keqarse. Nuk ka pasur aparate të zjarrit të mjaftueshme, po ashtu nuk ka pas edhe një akses për zjarr fiksa kur ka ardhur një hapësirë për ata. Tavani nuk ka qenë i parapame dhe nuk ka qenë, do me thonë, i zgjatur në atë mënyrë që mundet me pas hapësirë dhe ka qenë prej materiali i cili nuk është rezistent ndaj zjarrit, ku në këto hapësira është me rëndësi me pas të përdorur një material ku të paktën 30 minuta mundet me mbajt edhe me mujt me luftu me atë që ka ndodhur aty. Tjetra është se unë pesha si mungesë dhe praninë e kamerave të sigurisë, ku tash në hetimin e rastit kemi pa vetëm disa video të cilat janë shfaq prej rrjeteve sociale të atyre që kanë qenë aty, po ashtu edhe momentin kur është përhap zjarri, e kom pa që është prej një video të incizuar, ku është me të vërtetë shumë vështirë pastaj me bë hetimin se qysh ka nisë ky zjarr dhe si është përhap. Na vetëm po i dim këto detaje që është përhap nga tavani edhe është bën një intervenim, mirë po detaje tjera nuk po dim ende. Mirë, flasim pak për zjarrin në aspektin tuaj, si e shihni ju materialet që kanë qenë aty, nga që zjarri është shkaktuar nga mjetet piroteknike, nga fishek zjarrët, dhe si do të mund të evitoheshin kapja e zjarrit nëpër materiale të tjera? Po zakonisht to ndërtesa kërkohet që kryesisht ndërtohen me materiale do më të pandeshme. Po është e pamundur në një diskotekë se do të ka nevojë për ato pëlhura. Unë po kthej në anëherë nëse kam vëmendjen, nuk është e trajtuar si zonë, domethënë pllaka që në mes të ndërtesës dhe kulmit nuk është rezistente ndaj zjarrit. Kjo duhet më bë nëse është një objekt me shumë kate, në mënyrë që mos mu transmetu zjarri në hapësira tjera. Për në këtë rast, ishtë dash më bë për shkak që mos me shku zjarri në konstruksionin e ndeshëm, që është konstruksioni i kulmit, i cili humb pastaj aftësitë mbajtëse dhe bjen mbi përdoruesit. Unë nuk e di sa metër katror i ka kjo ndërtesë, e kam dëgjuar që kanë qenë diku 600 persona. Për shkakun për diskotekë duhet 1 metër katror për një person. Na vetë kemi qenë ndoshta në shtetet e jashtme dhe kemi dashur me marr pjesë me një mbrëmje në diskotekë ku rrojtarët aty na kanë thënë se nuk ka vende të lira, pse na kemi pa që ka hapësinë, për shkak se janë norma shumë strikte sigurisë nga policia, nga mbrojtësit të sigurisë. Dhe këtu ka qenë mbi popullume, mungesa e daljeve evakuuese edhe e ka bot vetën. Madje, si që po raportohet, ka qenë depo për tekstil dhe as pak e destinuar për
Normalisht, nuk është edhe shumë e rëndësi që ka qenë ma herët, po kur është ndryshu destinimi, sa janë marë masat për me përshtatë objektin për destinimin e ri. Këtu, sa di, unë sa pas të ndëgjova, nuk pas ka pas as licencë, ka operu, do më gjitha kushtet për me ndonë një fatkeqësi. Licenca ka qenë falso, ndërka që para 3 ditëve dhe ajo licencë falso me sa duket pas ka përfunduar, kështu të paktën kanë raportuar dhe mediat e Maqedonisë së Veriut, e pikërisht për këtë arsye kanë filluar dhe hetimet ku 5 prokuror janë caktuar për të hetuar shkaqet e zjarrit. Ju thatë që është goxha vështirë të hetohet, apo... është vështirë të hetohet, sepse mungojnë disa komponente, si që thashe dhe më herët, edhe është problem të bëhet menaxhimi tani, edhe pse është bo këqyria vendit në ngjarjes edhe janë mbledh provat, nuk është vetëm një prokuror, po disa prokuror janë të angazhum edhe disa hetus janë të angazhum, ku do të merë pak kohë hetimi i këtij rasti, pasi që duhet të mblidhen prova. E dyta është se në këto raste është shumë më e rëndësishme mu bu identifikimi i kufomave, ku është me të vërtet vështirë, për shkak se janë të panjohtura për momentin, me keqardhje po shpreh këto që duhet më boni një analizë laboratorike e ADN-s së tyre në rastet kur nuk mundet ajo me bëhen gjurmimi i domethënë shenjave të gishtrave apo analiza e çka kanë pas aksesor diçka në trup të tyre. Pra të ketë vështirë dhe identifikimi i vetë kufomave, 59 kufomave? Po, bile dëgjova një rast që një grua pas ka bë thirrje që nuk e din se ku gjendet, a është e vdekur, a është e lënduar vajza e saj. Nuk e kanë idenë se ku i kanë domethënë të afërmit të cilët kanë pësu prej kësaj tragjedie. Pra të vazhdojt me metodat të ndryshme për t'i hulumtuar, cilat do t'jenë ato ndoshta për një rast tillë të zjarreve më të efektshme? Po, do të bëhet një analizë forenzike, e cila do më thoni përfshin këto analizën e ADN-s në laborator. Tjetra në rastet kur është vështirë të identifikohet apo të mblidhen këto mostra, atëherë bëhen gjurmët, do më thonë mirën gjurmët e gishtrimeve të këtyre personave, si që thash edhe analiza e objekteve personale që i kanë pas për rreth ata apo për mbi trup, si që janë unaza, aksesorët, ora. Po ashtu në këtë, do me thonë, tani jemi në një botë të digitalizuar edhe do të bëhet hulumtimi i rrjeteve sociale, vend ndodhja e tyre me GPS edhe me metodat të tjera. Mirë, ndërka që vlen të theksohet edhe për gjithë shikuesit që po na shohin, tashmë janë kryer dhe disa arrestime për fshirë dhe ish zyrtar të lartë, se të kanë pas lidhje direkt me këtë ngjarje, po hetohen në fakt edhe ata që kanë lëshuar licencën falso dhe besoj që gjatë ditës sotme apo edhe gjatë ditëve në vijim do të ketë edhe më shumë informacion në lidhje me rastin. Si do të trajtohet në aspektin e personave që të kanë qenë kompetent, që kanë lëshuar licencë falso, si do duhet të vepronte shtetin në këtë rast? Unë këtu po du më ndëlidh me një teori e cila është në fushën e kriminologjisë, teoria e anomis, ku në shoqëritë ku është e përhapur, do me thonë, korupcioni edhe këto fenomenit të paligjshme, atëherë mendohet për këtë teori sepse anashkalohen edhe shkelen bazat e sigurisë edhe merren licencat të tilla edhe vazhdohet puna pa i marrë, do me thonë, parasysh, prapë i them, bazat që duhen të jenë në një objekt të tillë. Në përgjithësi tek ne, si Ballkan e kam fjalën për përfshi disa shtete, kemi pak neglizhencë në këto gjana në aspektin e sigurisë edhe në rilicencim. Për shembull, për këtë objektin unë dëgjova që është licencu para 15 vite, edhe më nuk është bëhet një rilicencim apo një kontroll apo një inspektim ku munden me u pa shumë të qartë se a i përmbush me të vërtet kushtet për me qenë një lokal si ky.
një biznes si kë. Kështu që besoj që edhe shteti Maqedonisë së Veriut do të veprojë në mënyrë më të mirë dhe veç se ndëgjova dhe pash që ka fillu me arrestimin e personave dhe me hetimin e rasteve, besoj që do të bëhet një zgjidhje për personat të cilët kanë bërë shkelje dhe neglizhencë. Nëse i kthehemi vendit tonë dhe i shohim ato objekte cilat grumbullojnë njerëz, qoftë edhe klubet natës apo vendet të tjera, nga syri juaj, sa janë sigurta? Me thonë drejtën, nuk jam person që i vizitoj ato, nuk i kum pa. Paktën vende që mbledhin njerëz. Po, paga shumë, do me thonë. Jo vetëm në këtë rast të klubit të natës. Domon, vendet që mbledhin njerëz në numër më të madh, është problemi që ato duhet sparit të jenë zonë e trajtume, domon muret, anash, plafoni dhe dyshemia të jenë rezistente ndaj zjarrit. Pastaj të kenë daljet evakuesit mjaftueshme. Për shembull për 200 ose 300 persona, sot spaku 2 dalje evakuesit, me qenë shtesë daljeve ose hyrjes kryesore që hyjnë personat. Pastaj duhet me pas sistemin e alarmit po se po, duhet edhe sistemin e ventilimit për largimin e tymit, pastaj në pjesën ku bëhet evakuimi, në korridoret evakuese ose nëse është në shumë etazhe, duhet me pas edhe shkallët evakuese, duhet me pas pajisjet për fikjen e zjarrit, domethënë ato aparatet, po edhe sistemin hidranta, ose tash ka sisteme bashkëkohore, sistemi sprinkler që janë në tavan atje. Pastaj një sistem që mungon të na, se unë kam jetu në Gjermani atje, domethënë e di që funksionon, duhet që sistemi alarmit të objektet më kanë i lidhur me departamentin e zjarrfiksëve, që në momentin që lajmërohet, domethënë zjarri, mu njoftu me njëherë departamenti i zjarrfiksëve dhe me intervenu me ditë lokacionin e sakt, edhe kontrola e inspektoriatit, domethënë me pas se ato ambiente, a janë të i përmbush numrin për cilën kanë licencë, apo janë të i mbi popullu ambientin. Se nëse mbi popullohet, gjithmonë ka me pas problem më shfrytzu ato masat që marë për më mbrojt. Mirë, përshojmë tërkohë dhe pamje që na vinë të asaj nate, të ati mëngjesi, ako kemi objektin pas zjarit, pas e është shuar dhe zjari, kush do të fajsohen në këtë rast, sepse shohem nga ajo që ka po raportohet, nga ajo që po flasim është një zinxhir i fajtorëve që ka arritur deri këto. Licenca falso, mos kontrolli apo mos inspektimi i kësaj pjese, pastaj kemi klubi vetë, besoj, pronarët e këtij klubi, të cilët nuk janë kujdesur që të ofrojnë një ambient të përshtatshëm për të rinjt. Po, në pikën e parë është identifikimi ku ka nis kjo, dhe më thonë pika e nisjes të zjarit, edhe prej kësaj janë përgjec mes pari pronarët e biznesit edhe menaxheri apo menaxherat të cilët kanë qenë aty, sepse ata duhet të zbatojnë disa rregullat të cilat ata i kanë shkel, e dyta atëherë duhet me u përcjell se si po vazhdon ky zinxhir edhe ku janë licencuar ata dhe ku e kanë marrë këtë leje për me mujt me punu, edhe pse nuk është bërë asnjë kontroll në nivel lokal edhe në nivel domethënë qendror, edhe të zbulohen këta persona të cilët kanë dhënë leje pa qenë domethënë standardet mbushura dhe ashtu të kërkuara për një lokal të tillë. Mirë, si sheni vendin tonë, ndërtesat, si që tash, ndërtesat cilat grumbullojnë njerëz, çfarë duhet të kemi parasysh dhe ne në mënyrë që mos të përjetojmë diçka të tillë? Kështu, të na mungon, domethënë, duhet të rriten kontrolet, të ndryshme dhe sankcionet, atëherë në radhë dytë duhet të bëhet një ndërgjegjësim publik, ku duhet të ndërgjegjësohen personat mas pari që punojnë në objekte të tilla, të trajnohen personat të cilët janë punojnës jo vetëm të
të një objektit të tillë ku mblidhen të rinjët, po nisur prej shkollave, duke vazhduar në spitale, në institute, në objekte të bizneseve, personat të cilët punojnë aty duhet të jenë të trajnuar për sigurinë në vendin e punës. Përgjatë studimeve të mia në kuadër të programit Erasmus në Sloveni, në Universitetin e Mariborit, Fakultetin e Sigurisë, neve si lande par pa zgjedhna vetë, na është dhënë Safety and Security in Workplace, lande cila neve na ka mësu që na duhemi të jemi të gatshëm që kudo që ndodhemi të mund të intervenojmë shpejt për çdo ndodhi të këtij lloji. Unë po mendoj që kjo duhet të hyjë dhe të bëhet një fushat për këtë, që në të gjitha vendet ku ndodhet një turme njerëzve, personat të cilët punojnë dhe veprojnë aty të jenë të gatshëm për fatkeqësi të tilla, sepse këto munden me ndodhë në shumë vende, mirë po unë e shoh mungesë që na nuk dim me intervenu në këto raste. Nëse këta të rinë, këto që kanë qenë në këtë ngjarje dhe me keqardhje po e përmendi, kishin qenë pak a shumë të informuar, ndoshta qysh me u shmang situatës, ndoshta gjysa e tyre apo 1% kishte mujt me gjetë një dalje të shpejtë. Mirë po, dalja e shpejt është e pamundur. Është e pamundur sepse ishte vetëm 2 hyrje dalje. Një që konsiderohet për VIP apo për pendët që përformojnë, dhe tjetra hyrje dalje për 500 persona të tjerë. Edhe çka është më e keqja, është flitet për një derë që ka qenë mbrapa dhe ka qenë mbyllur me dry, nuk ka pas dorës, dhe ka qenë e pamundur, domethënë dalja prej aty, gjë që unë kom pa edhe në vendin tonë, ku ka në për disa objekte, domethënë përveç që nuk ka dalje emergjente apo dalje për kësi raste, ka edhe dyrë të mbyllura ku nuk munden me pas qasje njerëzit për me mujtë me përdor ato për dalje. Kështu që sugjerimi im është që për kompanitë dhe objekte të ndryshme, bizneset të tilla, të plotësojnë kushtet edhe të mundsojnë sidomos daljet emergjente ku munden me u shmang këtyre situatave në vendin tonë edhe kudo tjetër në rajon. Çka po shohim ne kohëve të fundit është që zjarri gjithmonë sigurisht ka qenë armik i njeriut, por kohëve të fundit shohim më shumë zjarre, vatra zjarresh gjithandej, jo vetëm në Maqedoni të Veriut, por shpesh po shohim edhe në Kosovë, në male, në qytete. Para një jave ka humbur jetën në kryeqytet dhe një person duke tentuar ta fikë zjarrin, apo bëhet armiku jonë dhe cilat do të ishin materialet më të përshtatshme për një të ardhme? Po, zjarri domosdoshmë në natyrë është zjarri që vjen kryesisht pa kujdesia e personave që shfrytëzojnë natyrën, që lajnë në materiale të ndeshme. Unë të desha më këthy të çështja e sensibilizimit, edhe pas jam arkitekt dhe kryetari i Odës, tash sfund mbi zgjedhëm. Problemi fillon atë projektimi i objekteve. Arkitektat duhet të jenë shumë të informuar me projekte, me masat kundër zjarrit dhe të bashkëpunojnë shumë ngushtë me ekspert kundër zjarrit, sepse një projekt duhet ta ketë edhe komponentën e mbrojtjes nga zjarri. Mirë po, ato komponenta nuk duhet të jetë e veçantë, se për shembull një arkitekt e bën një projekt, edhe eksperti ndaj zjarrit e jep një elaborat dhe ata nuk bashkëpunojnë, nuk inkorporohen vërejtjet e ekspertit kundër zjarrit. Ata duhet të bashkëpunojnë në mënyrë që kur bëhet projekti kompletohet me masa kundër zjarrit. Pastaj autoritetet për dhënien e lejes të jenë shumë strikte në... Janë strikte në Kosovë? Nuk janë strikte, me thot drejtën une punoj edhe në Gjermani që 4-5 vjet. Problemin kryesor që dush me arrit për me marrë një leje ndërtimore jashtë, është masat kundër zjarrit, çësia ndaj personave të hendikepum, edhe probleme tjera urbanistike, po mbrojtja nga zjarri është numër 1. Kategorizimi i objekteve... Çfarë do të ndodhte nëse do të kemi zjarr në një ndërtesë në kryeqytet? Flasim kryesisht për këto ndërtesa të reja që ndoshta i mungojnë edhe këto pajisje. Në kryeqytet nëse ndodh na kemi problemin më bazik që është çësia e automjeteve për të zjarrfikseve. Domethënë në shumë lagje mungon mundësia më çës.
nëse dalim në shtetet të jashtme edhe shohim lagjet, pjesa kryesore që na bjen sy, ndoshta na bëhet monoton, hyrja për zjarrfiks, hyrja për çdo kompleks banimi. Domthonë e ki shenjën edhe nuk guxon aty për shkakun mu parku as edhe 1 minutë. Është shumë për atë arsye nuk ndodhin zjarret e na, domthonë nuk kemi. Nuk thamë që s'ka në të gjitha objektet, në të gjitha komplekset, po në shumicën e tyre nuk ka mundësi mu qas pajisjet edhe veturat e zjarrfiksëve, kamionat. E të mërshme shumë. Shpëtim. Çfarë do ndodhte nëse do të kemi zjarr sidomos në kryeqytet, në ato zona ku nuk mundet me lëviz qetë mirë një veturë, lemo një veturë e zjarrfiksëve? Shpresoj të mos ndodhë një gjë e tillë, se nuk e di sa mujmë me përballu pa pasur edhe na, domethënë, humbje. Andaj unë prapë po kthena te ndërgjegjësimi publik, se për mua është shumë e rëndësishme që me pas qasje tek personat edhe tek njerëzit. Unë i kisha ftu kompanit, institucionet, me kërku, do me thonë, sikur që kur po e punësojmë dikë që po e pyesim a ki përvojë 3 vjeçare, apo ku ke punu, për mua më e rëndësishme është që personi mos me pas përvojë, mirë po me pas trajnimet adekuate që mundet me qenë i dobishëm për atë vend punës. Edhe kisha pas qef që ky niveli i trajnimeve të këtyne të jetë në të gjithë popullatën, ku ne të jemi të vetëdijshëm se si mundemi me përdor një gjë për me mujt me fik